Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë këtu në studion e hapur. Kampionati evropian padyshim se ka imponu temat e veta. Do thotë ashtu sikur edhe në emisionin e kaluar edhe këtë emision ja kemi dedikuar Euro 2016-s, respektivisht kombëtarës shqiptare. Për të diskutuar sot në këtë temë kam të ftuar dy legjenda të mëdha të futbollit këtu në Maqedoni, të cilët kanë lënë do thotë beleg në atë futbollin shqiptar. Kam fjalën do thot për Nizmedin Mehmedin, zotri Mehmedi mirë se na erdhe. Mirë se jeni. Ndërsa në anën time të djathtë kam zotrin Nexhat Shabani. Zotri Shabani mirë se na erdhe. Mirë se u gjet. Zotri Mehmedi, po fillojmë për jush, do thot ka filluar kampionati evropian, përfundoi faza e parë, si e pat këtë kampionat? Çka ka ndryshuar në krahasim me ato të tjera? Të tjerat mirë, krahasim me të tjerët këtu Shqipëria ishte këtë kampionat për së pari herë, kënaqësi e madhe edhe të shfrytëzoj rastin të falenderoj kryesisë Federatës Shqiptare dhe gjithë futbollistët shqiptar që përkombëtarën e Shqipërisë që këtë kënaqësi na dhanë neve që këtë kampionat me shumë paraqitje dinjitoze padyshim. Po. Edhe u kënaqem ani mirë që shkoj rondën e ditë, po mirë ke mirë. Reprezentacione tjera si e pa, do të thotë ka pas një zhvillim të futbollit apo një zhvillim futboll favoritet e treguan veten, apo ato sikur Italia, Spanja, Kret, po mendoj se befasia më e madhe ka me kon këtë kampionat Kroacia. Edhe hiç mendoj se deri në finale do të shkojë Kroacia që e ka këtë skuadër, vetëm se di trajneri i Kroacisë që është s'pari herë këtu e shoh edhe se skuadrën që e ka Kroacia mendoj se finale një nga pretendentët. Pretendent. Zotri Shabani, si e pat ju kampionatin, do thot fazën e parë të kampionatit? Faza e parë e kampionatit ishte shumë interesante, për shkak se në thojza këto reprezentacionet më të vogla treguan kvalitet mjaft të madh. Mund të marrim shembull se Belgjika, Portugalia, Gjermania me shumë vështirësi arrin të marrin pikat. Dhe kjo tregon se në këtë kampionat Euro 2016 nuk ka bosh favorita ashtu të themi 100%, se me të vërtetë të gjithë kombëtarët luajnë, tregojnë një futboll me cilësi, mjaft të përgatitur fizikisht, taktikisht dhe me të vërtetë futbolli tash është barazuar, nuk ka si favorita si më parë që kishte pritnim vetëm sa me çfarë diferencë të gollit do të jetë ndeshja. Tregoj se me të vërtetë do të jetë vështirë dhe mund të ketë edhe befasi deri në fund të kampionatit. Zotri Mehmeti thatë se është ky kampionat padyshim ka qenë kampionati shqiptar, me vetë faktin se për herë të parë do thotë Shqipëria ka marrë pjesë, fakti i dytë ishte se mbi 30 futbollistë të cilët kanë prejardhë shqiptare do thotë ka marrë pjesë në këtë kampionat. Si ishte ajo ndjenja, do thotë si duket tek ne shqiptarët më shumë ka marrë fokusin këto ndeshjet të cilët kemi zhvilluar në fazën e grupeve. Po, pa tjetër, si pari herë edhe golin e pare e shënu në këtë kampionat, edhe shumë vlerë e madha është kjo, edhe histori e futbollit shqiptar kjo dhe të mese. Edhe tu lojtarët e shqiptarët vetëm që i prevojë s'kishe këtë kampionat, që s'pari herë janë këtë kampionat, edhe për qatë nështë rundën e ditë s'me kalun. Mendon se na ka penalizu përvoja? Po, prevoja shumë na ka mungu edhe që tregun disa ndeshje me Zvicrën, me Francën, u tregun që prevoja kreti vënd vetët edhe ato ndeshjet një pikë për ati edhe kishme kalu grupet edhe vazhdojshme tani. Po mendoj se mirë. Ku mendon se ku kanë qalu ma shumë djemët, në ndeshjen përballë Francës apo në ndeshjen përballë Zvicrës? Përballë Zvicrës Gashe kishte Sadiku 100% rastet e kishte edhe Gashe kishte ka fundi ndeshjes atë rast ta kështë dhonën 1-1 edhe u krike një pikë u mirë. Edhe me Francën 5 minutat e fundit kishmi qëndruë, aty unë mendoj se edhe pak mungesa e Dibiazit, edhe ai pa prevoj këtë si kampionata turneje, se për 5 minuta treneri duhet shumë me ndihmu ekipit, po ato 5 minuta Dibiazi asgjë zgoni që ekipit të ndihmoje një barazim. Në cilin aspekt? Në cilin mujke ndryshime, mujke shumë gjaja me bënë, atë ndeshje punën si e pa shish Dibiazi ato momentet e fundit, asë gjë si ndihmoj ekipit që... Mendon për të bënë ndonjë zaventim për rifresku? Ndryshime të ekipit,
në të mbyllët ma, s'ka atje, që që janë grengolet pa organizim pasi. Për shkak se informacion nuk kemi pa ndryshime. Po s'kishte ai informacion, vetëm canat që më ngoj ka ti prevoja ati, edhe që e boni një gabim amaterik cana në ndeshje edhe mendoj se cana më ngojke në momentet e mbrojtjes edhe A jeti për mrekulli ka mbulu deri në momentet kur filloi të ndjehet edhe lodhja? në lodhe, nështë ma konë, si di, lodhe s'mendoj, mo lëndum diçka ka ndije edhe së konë në ashtu qaq lodhe, për 5 minuta mundet me qëndrua, ma si di momentin vetëm, më ngojke prevoja e canës ato momente edhe që jo. Fati ka qenë. Zotri Shabani, si i patë trendeshjet e kombëtarës shqiptare? Kishim mundësi Ashtu do thot për të marrë një pikë me Zvicrën, me Francën, gjithashtu. Të filloj me rend. Vetë pjesëmarrja e kombëtarës Shqipërit në Euro 2016 ka qenë suksesi i madh. Dhe kurse këto tre ndeshjet që i kemi luajtur në grupin që ishim me Zvicrën, me Francën dhe me Rumaninë, me të vërtetë Shqipëria, kombëtarja i ka luajtur në një nivel maksimal si ta marrim parasysh se për herë të parë merr pjesë në një kompeticion kaq të madh evropian, ku me të vërtetë aty është kremi i futbollit, duhet të jemi të kënaqur. Pa marrë parasysh se tash bëjmë analiza pas ndeshjeve se kur mbarojnë ndeshjet atëherë gjithë janë të mençur. Dhe kot është ti analizojmë se ajo ka kalu, me të vërtetë mund të bëhet më tepër, kur e shohim tash për këtij aspekti. Por nëse i marrim vetë rezultatin, se ishim afër të kualifikohemi në rundin tjetër, do të thotë se duhet të jenë të kënaqur të gjithë me këtë rezultat të Shqipërisë. Aty e bëri edhe përvoja të vetën, si që përmendi edhe në shkë, se me të vërtetë për këto kompeticione duhet të keni edhe përvojë më herët. E shohim se kombëtarët edhe me përvojë më të madhe, po nuk shkojnë më tutje në rundin e tretë, si që është Suedia, nuk e di tash më të himat i analizave. Kështu se me një fjalë ka mund të bëhet më tepër, por duhet të jenë të kënaqur të gjithë, se kjo është një moment historik për futbollin shqiptar, për gjithë rajonin tonë, për të gjithë shqiptarët, se është një sukses i madh dhe kjo do të shënohet në histori. Duhet të vazhdohet më tutje, mos të jetë ky vetëm Euro 2016 kompeticioni fundit i kombëtarës së Shqipërisë, mendoj se nuk do të jetë, se me të vërtetë posedon një kvalitet të futbollistëve. Nuk ka ndonjë emër të famshëm aty, përveç Xhakës dhe që tash transferohet në Arsenal. Këto futbollistë të tjerë nuk luajnë në ekipe të mëdha, siç kanë këto yje tjera në ekipën e Spanjës, që kanë yje me të vërtetë të mëdha, por aty është interesant se kjo funksionon, ky grup funksionon si një grup kompakt dhe vetëm në atë aspekt është arritur ky sukses i Shqipërisë. Aty nuk duhet të harrojmë edhe kontributin e Debiazit, i cili me të vërtetë ka bërë një grup të kombinuar mirë si në aspekt taktik, fizik, psiqik. Mendoj se Shqipëria luajti stabil në këtë Euro 2016 sa i përket aspektit psikologjik. Ndoshta pak, e murëm si eufori edhe futbollistët dhe gjithë në shqiptarët, se him pak në eufori, mos të ishte euforia, ndoshta do të ishte edhe më mirë, se më tepër ndonjëherë lojtarët si kanë pas përshtypje se janë marrë me tifozët, me opinionin se sa mi veta do të vinë atje, se ajo është një eufori e cila ta tërheq vëmendjen pak prej fushës. Dhe ajo ndikon në momentet e duhura kanë qenë momenti i Gashit që e përmendi me Zvicrën, momenti me Francën kur ta u lënë Xhaka nuk reagon ashtu si duhet në minutet e fundit, rramja e koncentracionit të disa futbollistëve aty. Dhe ajo përmlidhet në atë që thash, në atë përvojën e si lloj kompeticione kur është turnir aty, kur ndeshjet janë mbas 2 ditëve dhe faktikisht aty duhet të jeni të
të keni koncentracion maksimal, por edhe ndryshimet ose zavendësimet që bëjnë nga bankina në fushë, duhet të keni futbollistët cilët mund të kryjnë punë ose të ndryshojnë situatën. Ajo hyn këtë në atë përvojën e kombëtarës. Zotëri Mehmeti, fillojmë prej ndeshjes, do thot me Zvicrën. Disim, si shta edhe në gjati, disim më shumë u fokusum ne se si do tjetë opinioni i shqiptarëve për shkak se do të përballemi shqiptar me shqiptar, se jo gjëja do të veshim fanelen e njërës apo tjetërës kombëtare. Ishim të preokupum me aty me futbollistët tonë në Zvicër se si do luajnë, çka do luajnë. A do t'japin apo s'do t'japin maksimumin? A mos luajnë aty, ngarkojmë edhe ato. Aty ishte. Si e pat ju këtë ndeshje? Jo, unë edhe ndeshjen miqësorës kesh Shqipëria me Zvicrën në Elbasan dhe i pash që ato profesionista janë. Kretë ato lojtarë që ka luajnë për Zvicrën, profesionista, ato pi aty janë rritën, kanë dalë dhe luajnë klubet e Evropës. Dhe mendoj se s'ka pas kur një farë problemi ati që me ndi diçka, që ato profesioniste, ndash Shqipërisë, ndash Zvicrës të futbolistët që luajnë atje, edhe mendoj se unë për mendimin tem s'ka mendua ashtu, që ishte futbolistët më dhejnë, sigurisht Xhaka, Shaqiri, Gjemaili, ato, Mehmeti, krejt ato. Te kombëtarja shqiptare, si ka qenë, do thot, ai disponimi, mendoni se ka qenë lehtë, do thot, për të përballë nga ana tjetër me shqiptarët, apo... Unë e kom përjetuat, kur litëm Maqedoninë me Shqipërinë të to. Për atë edhe ju kom ftu në emision se është shumë delikate, se sot ngritën shumë tema. Shumë tema, po për... Nuk duhet ajo të shikohet. Ma letë e kanë pas futbollistët e Shqipërisë, normal, se luajnë për kombëtarën e vetë. Di vllazni ka luajtur, njëri kënena luajnë për Shqipërinë, njëri për Zvicrën. Vështirë është, di. Kush me thonë kështu apet diçka ndin edhe shumë. Unë mendoj se duhet të shikohet në një mënyrë pozitive ajo. Gjithë ajo situatë që kanë luajtur 5 shqiptarë nga ana e Zvicrës, kurse këndaj luajnë kundër kombëtarës, duhet të shikohet pozitiv, se në të vërtetë futbolli është vetëm një lojë ku duhet të ketë kënaqësi, jo të miremi me lloj-lloj fjalë ose politikë, të bëjmë politikë për futbollit. Pse politikë, pse luajnë ato djemt atje për Zvicrën, janë tradhtarë ose nuk janë tradhtarë, ajo nuk duhet të komentohet asnjëherë. Edhe profesionista janë ato, s'ka si ndeja ato, s'mundet asnjë gjë, asnjë pikë, s'ka, bëjnë punën e vetë. Si komentoni, do thot, ato mediat zvicrane ku thanë pas ndeshjes se shqiptarët që luajtën për Zvicrën nuk dhanë maksimumin kundër Shqipërisë? S'mundet ato që tash kundër ato që ka menduar, ato luajnë me ndaj mall, po kombëtarë e Shqipërisë në reprezentacion o kvalifikun kampionatin evropian, edhe s'mund, po ato normal, ka me pasën, çdo herë ka me pasë asnjë gjë, edhe mendoj se s'ka, aty shka u desh, 5-0 me fitu Shqipërinë edhe në rregull me kënd. Ja, s'mund. Ato ka me pasë. Mendoj që dhanë maksimumin djemë? Maksimumin ka dhënë, 100% maksimumin. Unë mendoj se edhe nëse nuk e kanë dhënë maksimumin, se ato lloj ndeshje janë të vështira. Normal ka emocionet e lojtarëve të Zvicrës ndaj edhe ndeshja e parë ishte... Edhe ndeshja e parë, po edhe nëse nuk e kanë dhënë maksimumin, edhe ajo është e arsyeshme. Normal se kur 30.000 vetë janë kundër teje faktikisht në thojza, kundër futbollistëve të Zvicrës, kundër 30.000 shqiptarë, normal se nuk mundesh ta japësh maksimumin. A unë nuk dyshoj se ato s'kan dashur ta japin maksimumin, aty është le. Por vetë si përvojë, si futbollist e flasë, do nesh kur ke luajtur kundër klubit tënë, nuk i ke dhënë atë maksimum se dikon publiku pak aty. Edhe nëse nuk e kanë dhënë, është e arsyeshme, por jo me qëllim. Nuk është ajo që ato me qëllim s'kan dashur. Që pat edhe disa rasta i Shaqiri edhe mendoj se ja, si gjone s'ka pasën atë që s'kan me dhënë. Mendoj se kanë luajtur futbollin profesional, po aq disa era s'mundet me marrën me dorë edhe me dhonën golase. Po me diumet s'kan qëtër punën. Ai ka me pasën çdo herë komentat. Hiç kur do shka më ndodhen ka me pas komente. Mendon që djemt u dogjën disi në atë, të them në thojza, duke u marrë më tepër me opinionin se si do të përfolet, çka do të thuhet, do thot nga paraqitja e parë e kombëtarës? Po, e normal, opinioni kundër atine
çdo asi ka pritën çdo moment diçka më ndodhen që me pasën material për me i sulmu ato lojtarë. Edhe unë mendoj se s'u dhan asnjë material, as gjon s'u dhan edhe lutën korrekt se edhe kundër Atino, unë një kombëtare që ka kualifikuar në kampionatin evropian edhe s'mundën edhe qish që tash ai vllavin e ka gjaka ati që tash për Shqipërinë me s'me se ve vllajtet, jo s'ka si gjë, asi. E kam fjalën në atë aspektin, a kanë qenë futbollistët shumë të përqendruar do thotë tek gazetarët, tek mediat apo më shumë kanë qenë të përqendruar për shkak se gjatë përgatitjeve kanë pas futbollistët qasje edhe në media, edhe në internet, edhe gjitha këto gjanat. Po janë konën, atë normal janë konën pak. Se kanë di veten mirë, aty se ndeshje historike kundër Shqipërisë, kampionat evropian, ajo s'është çaq lehtë. Edhe mendoj se kanë di, po ato me kanë bërë punën e vet, gjenë ti që pa problem, edhe i treguan se çka janë kush janë qish. Ndeshja të Dhe Shabani, ndeshja me Zvicrën, disi ishte fillimi i kampionatit mirë, po që na dha shumë shpresa. U dogjëm ne në këtë eufori që thatë që... Unë thash edhe më parë se tek ne ka pas eufori, edhe tek futbollistët ka pas eufori. Taktikisht është dash me prit një pikë më shumë te Zvicra apo te Franca? Po jo, pse është bëhet? Ne vetë pjesëmarrja në Euro 2016 të gjithë e kemi kuptuar si një sukses të madh. Dhe pak aty është ajo koncentrimi rreth grupit, është lënë anësh pak. Edhe ndeshja me Zvicrës tregoi atë se hym pak si indolent në atë ndeshje, tregon edhe momenti kur minutën e 5 pranuam gol. Nuk është mirë për asnjë ekip kur në fillim të ndeshjes ju pranon një gol. Dhe ajo është moment pastaj psiqik e cila deri në fund të ndeshjes nuk arritëm ta barazojmë rezultatin. Sigurisht se ajo tregon se nuk kemi qenë të përgatitur psiqikisht për fillimin e Euros 2016, atë ndeshjen e parë me Zvicrën. Kam ndikuar mediat, atmosfera, tifozat, mendimi se kemi bërë një sukses historik edhe është bërë suksesi, por është desh ta lëmë atë anësh gjithë dhe të koncentrohemi tek ndeshja, ku në ndeshjen e dytë me Francën gjithë ishte mirë, por prapë vjen koncentrimi, aty mund të analizojmë si një psiqikisht apo fizikisht apo momentet taktike të cilat nuk janë zbatuar ashtu si duhet në momentin e fundit të mbarohet ndeshja ashtu si duhet. Dhe të kthehemi te pyetja, mendoj se kemi pas edhe eufori të madhe në ndeshjen e parë në fillimin e Euros 2016. Zotëri Mehmeti, në ndeshjen me Francën, disi pat një paraqitje më kompakte të kombëtarës tonë. Si e pat tash nëse i bëjmë një dallim mes këtyre dy, bëjmë një analizë, ku e pat kombëtarën më kompakte? Kur pranuam gollin dhe tentojshim do thotë të barazonim, apo kur ishim 0-0 dhe tentojshim ta mbrojshim? Por në 5 minuta na ndan një pikë me Francën. Po sikur që e din krejt opinioni, Franca është shumë reprezentacioni i fuqishëm me emra shumë të mëdha të futbollit. Edhe një ndeshje e lutëm me Zvicrën e hikëm atë ndeshjen, s'morëm pikë. Edhe që tash me Francën ajo ishte shumë ndeshje me rrezike shumë të mëdha. Edhe mendoj se arritën momentin që një pikë me marrë me Francën, edhe s'mundëm. Prevoja e tregoi vetën se reprezentacionet e fuqishme s'lën as e gjaja për 5 minuta pranojsh gol. Ndodhet futbolli krejt, ama një pikë shumë e madhe ishte që rundën e ditë kaloi ke Shqipëria. Edhe mendoj se mirë luftuan krejt, vetëm prevoja e tregoi vetën edhe futboll që ka ndodhur kjo për 5 minuta 2 gola janë. Si kishin mbi vlerësu futbollistët me nota, do të thotë nëse marrim ndeshjen e parë dhe të dytë? Më mirë ishim në ndeshjen e dytë apo? Unë mendoj se ndeshjen e dytë më mirë me Francën. Krejt luftuan çfarë ka pasën rast apo mirë, krejt e kanë dhënë maksimumin edhe Franca sikur që dini reprezentacioni i fuqishëm ato lojtarë me emra ka të Evropës. Din të penalizojnë do thotë në çdo lëshim. Edhe mendoj se edhe në maksimumin me Francën më shumë se me Zvicrën. Në gjatë, si kishim i vlerësu dy ndeshjet ku ishim më kompakt, ku ishim më të fuqishëm, më të bindur se do të dalim si fitues. Do kisha hi pak në atë pjesën e taktikës ku
Kombëtarja ku kishte problem sipas me. Problem kishte në organizim të sulmit. Faktikisht ishin të orientuar 90% në mbrojtje. Dhe të gjithë tre ndeshjet u luante në kundër sulme. Dhe pastaj kur jeni në dezavantazh, për shembull, kur keni sukur me Zvicrën një rezultat 1-0 në fillim të ndeshjet, pastaj kur keni një strategji defanzive, shumë vështirë transformoheshim në strategji ofanzive tash, duhet të barazosh rezultatin. Dhe mendoj se në tre ndeshjet kemi pas problem në organizimin e sulmeve kur ishim në posedim të topit. Sulmi ka qenë edhe gjatë kvalifikimeve, kemi pas shumë... Po në anën tjetër, kur kthehena, sigurisht se Debiazi e njeh ekipin mjaft mirë dhe i njeh performancat e futbollistëve dhe sigurisht se sipas futbollistëve bën edhe taktikën. Mendoj se ai e di më së miri, por sipas meje unë thash nga atë që e pash në tre ndeshjet se kemi pas probleme në organizimin e sulmeve, kurse në defanziv kemi qenë, mund të themi, barabart me një Itali, e cila është e njohur nga ajo loja defanzive. Si pam ato tre ndeshjet, thash edhe më parë se me Zvicrën him pak në eufori, me emocione, kurse me Francën në aspektin kur kundërshtari e kishte topin në aspektin defanziv kemi qenë shumë mirë, përveç ative ato 5 minutat e fundit ku me të vërtet nuk ishte mirë që i pranuan ato 2 gola, ashtu mund të them shumë thjeshti i pranuan se ato janë sa do të qoftë profesionist dhe sa me treneri mund të thojmë boni gabim ose s'boni gabim, vetë lejtarë ki qenë ati ke vendos vetë në ato momentet e fundit, nuk është e leju me 3 defanziv, 3 lejtarë defanziv të Shqipërisë, të kombëtarës, me 1 lejtar të Francës, edhe ato nuk ka qenë diçka me një shtat lartë të themi që nuk mund ta blokojsh ato. Griezmanni jep gol me kokë, i cili nuk është i lejuar në ato minutat e fundit, me të vërtetë se ati ka rregulla aty se si të veprohet në ato momente, po janë ndodhe. Nuk është lejuar ndoshta edhe pse i dytin gol e pranuam, do thotë duke mos e vlerësuar as pak, ndërsa nga ana tjetër po tregohet i dyti gol që ishte vendimtar për ne. Goli i dytë edhe më keq. Edhe më keq. Se sot sikur të kishim sot do thotë -2, do thotë ne ishim kualifikuar. Do të kualifikohesh me atë gol. Faktikisht 90 minuta duhet 95 minuta sa luhet ndeshja deri nuk fishkllon referi, duhet ta luani. Po 1-0 duhet ta hupni lojën, jo ta hupni 2-0 ose 3-0. E pa dytin gol sikur lëshimte. Ati ka qenë edhe një moment shumë interesant kur pak më parë biseduam me Neshkun se veprimi i Canës në ndeshjen me Zvicrën, kartoni i kuq. Nuk mund të lejohet një lejtar, për shembull, Cana është një lejtar i famshëm me përvojë të madhe. Edhe barën kryesore në defanzive kishte. Me të vërtetë asi situata ndodhe në futball, por duhet të keni kujdes se ati një lejtar, një mungese një lejtarit dhe një lejtarit sikur që është Cana, është një humbje e madhe për kombëtarët dhe me të vërtetë pas asaj vetëm lavdrata mund t'i japin futbollistëve të Shqipërisë 90 minuta të tentojsh ta barazesh rezultatin dhe ndoshta në momente shumë më e mirë ka qenë kombëtarja se Zvicra, por momenti kyç për mua ka qenë humbja e Canës edhe në ndeshjen tjetër me Francë. Dikun 45 minutat e dyta kemi luajtur me një futbollist më pak. Veprimi aty ke starti i parë, ke kartoni i verdh i parë nuk ka qenë si duhet, kurse te i dyti ndoshta aty ndonjë farë lëshimi më ka menduar se do të ketë faull për te, por nuk u bë, pastaj aty bëri edhe një veprim tjetër ku dëshkua me karton të kuq dhe me të ka qenë një moment shumë i vështirë për reprezentacionin e Shqipërisë, edhe në ndeshjen e ardhshme ajo reflektohet pastaj. Edhe pse mund të them se Ajeti shumë mirë ka zaventuar dhe në të dy ndeshjet ka qenë një ndër lojtarët më të mirë në defanzivën e kombëtarës. Zotri Mehmeti, në atë aspektin taktik, sikur të kishte qenë në vendin e Debiazit, çka kishit ndryshuar?
Më shumë më duket jemi përqendruar në defanzivë dhe duke i lënë Roshin edhe Lenjanin për deportu në krah dhe Sadikun të vetëm në sulm. Jo, se edhe këto qërat ndeshët, organizimi mes fushë e Shqipërisë shumë e dobët. Krejt mbrojtësen e ka mirë, vetëm sulm që tha në gjati, hiç pa organizim shkojnë. I vetëm ishte Sadiki, mendoj se Ska ishte... organizim mes fushë, hiç mes fushë du stil italian, edhe treneri italian qatë një ndeshje bashkë e pa masi në Elbasan, mbrojtëse. Në një Catanaccio klasike. Catanaccio edhe një gol e dhanë prej një faulit u kri ndeshja, 1-0 e fitun Franca. Edhe s'ka, ai qatë sistem e gjun, ama vetëm këtu si me rezultat mirë që s'dul, që Romaninë e fitun, po... Se po mendon që mes fusha ka qenë... S'kishte organizim të loje, siç. S'kishte organizim... Edhe pse notat pas ndeshjeve i ka marrë mes fusha më të mira. Mes fusha organizim, s'kishte, ato mbrojtëse mirë. Munësh mu mbrojtën me vrapu, me si krejt gjanet me i bu, vetëm sulmit me organizu, shumë dopt ati. Shumë i që pa organizim, shkojnë sulm, s'ka kur një farë organizimi atë. Mendon që ka qenë, pse ka qenë i vetmuar Sadiku dhe... Jo, i vetmuar, por normal... Se sikur të kishim lujt me dy sulmus... S'munësh, unë mendimit e s'munësh me dy sulmus, se si e ekip që mundesh ti lunë kur në Francë. Jo, nuk është me rëndësia do luni me dy sulmus, kur mirë thënë që organizimi mes fushës është i dopt, se ka lejtarë që kanë performansa defanzive më tepër. Më kuptoni? Me sushor defanzive. Po. Cilësi defanzive kanë më tepër dhe kështu ka qenë e loja më tepër defanzive. Që ti pa organizim për sulm së konë, një qas një ndeshe, ki sikur Dibiazi që ta është sistemin italian, mbrojtëse edhe sulmu, një gol e ipshin edhe u prike ndeshe. Edhe mendoj se për qatë është kampionati Evropian turneje shumë me prevoj duhet tu. Këshire një gol në ka vendos Shqipërinë me vazhdu tani, një gol. Jo 3 pika, 1 pik, një gol. Edhe që është vlerë e kësaj kampionatit evropian shumë me prevoj. Këto reprezentacijet fuqishme s'lanë, si të vjere një gol, s'ka shansa, sikur të regon Italia, qisho të lutën, ekipën ma dopt e ka të erishtash kampionatit evropian, po ka fundit dhe të shkojnë finale, se e din për shka lujnë ato, sistemin e kanë... Ato çdo herë në çdo kompeticion kështu mezi shkojnë mirë, po çdo herë i ke në mesën e... Turnet si kampionate janë numër 1, për mu më të erishtash sa e përceli kampionatin punojnë punën, qëllimin e vetë, e arritin edhe s'ka problem për ato. Ati në mungoj ke vetëm prevoje, kene kretë, asi dim vetëm edhe që ati shumë mungese ma dhe organizimin me sushës, për sulm shumë më konë, për mbrojtje, mundesh më mbrojtje me vrapu. Kush mendon që ka mungu në mes fushë, me Musha, Basha, kanë dhënë atë efektin e vetë, Lila, çdo herë ishte në... Çdo herë Lila së konë, mes fusha është krau gjatë atë mbrojtje. Ka mungu një futbolist si kurse Luka Modric ose Rakitici, një organizator me performanza ofanzive. Me përvojnë ati ka lujtën, ati Bashën prishna për fillim me shtim me lujtë, po se shtimi këtë ndeshën e fundi që është unë. Që asi, po unë e mendojsh nëse Bashën dhe ta asi, ka pas edhe disa lejtarë që ai Roshi s'polun me ekipën e vetë, e shtike me lujtë, ka pas mungesë. Ka pas mungesë që ai se di unë një asi ai Alban Meja, Lyke në konë një spatenal se murë komtarët, disa lejtarë qërë si ka marë. Hamdi Saliu gjithashtu ka pas një paraqitje shkëlqyshme në kampionatën e Shqipërisë, edhe në Euroliga. Jo, unë e kitë në Euroligë, po mirë, Hamdi Saliu së konë për kampionatën në pranë, tu o konë gashe. Së konë atë nivel, Hamdi Saliu një ndeshe, Lyke dhe i cindyke, s'ishte edhe i pregatit, unë e mendojsh nëse gashi të të filloje këto ndeshet kampionatin evropian, edhe mendoj se mendimi jem ma mirë se Sadiki ka kontë. Se së konën ai ma shpejt, ma i mirë golshënus, ma i mirë se asi, edhe konën golshënus i kampionatit zistran. A që tash në Amerika është po. Një vrapus ma i shpejt, ma asi qatë sistemin e lojët, që ka shumë o konë të i konvenu Shqipëris, po Dibiazi ati mendimi ati edhe. Në gjatë në formacion ku mendon që qalum në ku është dashtë bota i rifreskimi i radhëve. Mendoj që 3 ndeshjet radhazi me një kompeticion kur ti kesh vetëm 3 ndeshje, ti japish vetëm Sadikut përparësi, mendoj që është
një nënvlerësim për futbollistët të tjerë kur e kanë marrë peshën Bala, Cikaleshi, Gashi në sulm. Ke të drejtë fitim plotësisht se me të vërtetë ato janë ndeshje të rënda dhe sigurisht duhet të ketë freskim. Në anën tjetër mendoj se edhe këto që i përmend emrat Bala, Cikaleshi, Gashi janë zavendësime me të vërtetë kvalitative, të cilët kanë mujtë pa problem të gjatë kualifikimeve kanë marrë barën kryesore të sulmit. Pa hyn ato se me të vërtetë Sadiki tregon një performancë jashtëzakonshme. Mendoj se një futbollist me lëvizje të mira ashtu të bësh që duhet në ato pozitë të luajë. Kurse nëse më pyetni mua cilin e kisha preferu, unë nuk e di pse një Balaj jep një gol me Portugalinë dhe pas asaj Balaj shumë pak është inkuadru në kombëtarën. Pastaj një Cikaleshi, i cili me të vërtet me fuqinë e tij, që posedon dhe me depërtimet e tija, është desh të ketë minutazh më tepër të ketë se minutazh në këtë. Por, unë nuk do ta kritikoj Dibiazin, se vetë jam trener. Mendimi i tij ka qenë ashtu të prezentohet. Mendoj se frika e ka bot vetën. Se ndonjëherë kur i beson disa lejtarëve treneri, kur ngjitet për ato lejta, e dinë edhe ne shkoj, e dinë edhe ne kemi luajt vetë. Kemi qenë edhe të lëndum, por treneri ka insistuar të luajmë, se ka pas besim. Mendon që ajo simpatia ndaj... Jo simpatia, por ka pas besim të madh te nevoja e ekipit ai. Nevoja e ekipit, psiha, ajo përgatitje psiqike. Duhet të them edhe një punë se ndoshta frika e ka bot vetën, të luhet me 70% të njëjtit lejtar. Në anën tjetër edhe vetë kemi besu se mund të bëjmë diçka më tepër. Kuptoni? Faktikisht është mendu të kalojmë, se ndoshta diku ndonjëherë ka mendu mos na hapin 3 ose 4 ose 5 golla, se përvoja e bën vetën për herë të parë në kampionat evropian. Kuptoni? Dhe këtu mund të ketë lëshime shumë lëshime nga treneri, nga lejtarët. Po shifeni ku Gjaka e bën një problem atje, ku kërkush nuk e cek atje. Zavendësohet, del prej ndeshjes, i bie ative çantave, ujnave atje, nuk e di, faktikisht manifeston revolt manifeston. Në anën tjetër e shohim në njëjtin moment kur me Francën kur hinë në ndeshje. Kujton? E pyesin gazetarët e Debiazin se çfarë masa do mirë kundër tavlon Gjakës, nuk kishte komente. Me Francën inkuadrohet në pjesën e dytë në minutat e fundit, 15 minuta 20, a ishte ashtu, nëse nuk gaboj, dhe bën gabimin trashëgim me Francë, 1-0, Griezmann, a ishte afër atij. Faktikisht, kjo të shtjen në një farë dyshimi se ndonjëherë edhe futbollistët nuk janë në disa momente dhe lojal nuk janë. Faktikisht e lidhe atë incidentin, pastaj e qesin ku Dibiazi i bie ndihmësit të tij me dorë, faktikisht është imponu të hije ai dhe ja e futëm në lojë, ja çka bëni. Po manifeston revolt. Manifestohet ku faktikisht nuk je i përgatitur psiqikisht për ndeshje. Dhe ajo u tregua si një katastrofë e madhe për kombëtarën. Se humbëm lojën me Francën, pastaj erdhi edhe golli i dytë. Edhe nuk i kuadroj. Momenti aty që ndoshta edhe një gol me Francën 1-0 të ishte krije ndrysh. Inkuadro kalon. Sa kemi qenë të përgatitur psiqikisht në për këtë kampionat? Fizikisht i pam performancat tona, psiqikisht sa kemi qenë? Si mi kanë atë shumë psikisht përgatitur, euforie e madhe ishte. Kjes të parë herë Shqipëria në kampionatin e shumë euforie e madhe. Kuta si krejt folin për kampionatin evropian që Shqipëria si denje e madhe konën me konën Shqipëria në kampionat. A praktikohen në për kampionatet evropiane do thot përgatitjet të fazës mbyllur, do thot mos të ketë qasje në për media, mos të ketë qasje, a praktikohen këto? Mirë, këto reprezentacionet që kanë të mëdhaja atë i praktikojnë atë i s'mundet shumë më usjellën ato krejt ka regla aty edhe s'ka po këtu për fat mirë keq që në parjerë kampionatin evropian edhe s'kan ditën qish mu zgjedhën. Le të kenë të gjitha dhe drejta. Krejt drejtë s'kan ditë qish mu zgjedhën, sikur që ja si
s'ka i reprezentacionet e këto të mëdha që kanë në kampionat evropian, ka rregulla atje dhe disi cilë rregull. Çka duhet me bon, çish duhet mu sjell edhe. Ka pas futbollist me shumë emra si Pogba, ka qenë si zaventus, mirë po nuk shfaqin manifestime si në rastin e Xhakës. Mendon që kjo është ajo disiplina e cila Po normal, disiplina ati ka dhe që lejtarët francës ishte 2-3 minuta ndeshe dhe s'ka ati profesionisti, ka trenera ti kush vendosen edhe ti vetëm kontore dhe u kri Po punë. aty ishte momenti kyç Franca-Shqipëri, ku inkuadrohet Pogba dhe Griezmanni. Edhe Griezmanni jep gol, faktikisht nuk ka ndiku asgjë, ai kupton se këto janë momente taktike të trenerit, kuptoni? Dhe ato ashtu e kuptojnë, ato janë profesionistë. Ato në për klubet e mëdha të tyre a fillon ndeshjen, a nuk fillon ndeshjen, nuk është problemi ative. Problemi i trenerit është. Kuptoni? E këtu te ne pak punohet me emocione. Me emocione dhe shumë mend kanë futbolistët tona. Ato janë profesionistë. Të kush mendon se duhet, pse je emën, duhet gjithkush të... Me çdo kusht t'jesh titullar. Ti kthehemi pak ndeshjes me Romanien. Ata që e pritëm, ishim gjithë fokusum se do ta mposhtëm Romanien. Erdha ajo fitoria historike, mund të them. Goli i parë, do thotë, e shënoi një shqiptar, jo një shqiptar, por shkak se skuadroni shënoi veçmo me Gjermanien. Erdha ajo fitoria, si ishin këtu ndjenjat? U përzindi si pak ndjenjat, pastaj na kapi ajo ethet se a do të kualifikohemi më tutje apo jo. Po mirë, ne i patëm afër di rezultata, që tash me fol drejt, edhe Zvicra kem më mirë se Shqipëria lutja të ndeshe, pati raste më shumë Shqipëria, po kem afër aty. I patëm. Edhe me Francën që ashtu që tash fitoria ndaj Romanisë ke shumë e madhe, shumë historik fitore. Ka qenë e pritshme kjo fitore apo për shkak se nuk mund të presësh ti sigurt se do të fitosh një Romani e cila është një reprezentacion e cila ka kontinuitet në përgarat. Po, ka kontinuitet e kanë prevojë të madhe ato. Prit edhe një trener e kishin që kanë kalu kampionate evropiane edhe botnore, edhe mendoj edhe fitoria shumë e madhe. Unë e pritshmi vetëm Romania, reprezentacie dobëse është reprezentacie mirë, kampionatin evropian po lum, edhe për mua super, kjo fitore ka ardhur në ditë që isha ashtu, edhe e kom prit, edhe mendojsh nëse Romanin aq lehtë s'mundesh me fitu, edhe 3 pikë erdhen, që edhe mëse e rristin apetitet që thash t'i kalojmë grupet atë këtë, po edhe një gol vendosi që ne mos vazhdojmë tani. Prevoja krejt e tregoj veten që kjo kampionat evropian shumë duhet shmu përgatit, po aq kanë mundësitë edhe Shqipëria çat. Në gjatë këtë kampionat e kemi shëndruar më shumë si një detyrë matematikore. U shëndruan gjitha grupet në një fazë matematikore se a do të kualifikohemi me 1, me 2, me 3 gola. Ndeshja me Romanien nuk na mjaftoi një fitore, mirë po a ka qenë dash, do thotë trajneri të vendos një formacion që ne kërkojmë një fitore më bindse apo? Shumë mirë e parashtrove pyetjen. Po mendoj ne ndeshjen me Romanin kishim një qëllim, të marrim ndonjë pikë në kampionat. Ndonjë apo 3 pika? Ndonjë pikë, jo 3 pika. Sigurisht se mund të synesh ti ndaj një Romanie se shkojmë në 3 pika, sigurisht jemi favorit. Ne shkuam të marrim të bëjmë rezultat të mirë. Dhe kur e bëm 1-0, do të pajtohesh me mua. Se në momentet e fundit ne ruajmë rezultatin 1-0. Nëse doni të kvalifikoheni në rundin tjetër, ju e dini se nuk ju mjafton 1-0, duhet të pritni rezultatet të grupeve tjera. Faktikisht duhet të sulmohet në golin e dytë, nëse dojmë kvalifikim. Po ne u friguam se mund të barazonin rumunët ose ta humbim ndeshjen. Dhe ne u fokusuam të mbaronte ndeshja 1-0. Leni ato Francën edhe Zvicrën, që kishim raste që mundin të kalonim me 1-0 ose në këti. Po nëse doni kvalifikim, e kishim Rumuninë, kishim rezultatin 1-0 dhe kishim mjaft kohë për ta bërë 2-0, mos me prit pastaj rezultatet e tjera. Edhe sulmi është mbrojtja më e mirë. Faktikisht ajo tregon se ne dojmë të kvalifikohemi, por ne ishim një qëllim edhe mendimi im se suksesi i madh i kombëtarës, pjesëmarrja dhe fitoria ndaj Romanisë. Pa marrë parasysh që nuk është inkuadruar, kemi bërë ka pas gabime bëjnë edhe kombëtarët më të mëdha në këtë kompeticion, e shohmi se vështirë kalojnë në ndeshjet.
Mendoj se nëse kishmi dash të kalojmë në rundin tjetër, u desh në ndeshjen me Romanisë, pas 1-0 të sulmojmë, 2-0 të bëjmë, edhe ashtu kishte hapësirë për të bërë diçka se rumunët nuk mundet, u hapën, u qelën, nuk pajtoheshin me një rezultat të tillë, ne u desh ta shfrytëzojmë, më duket se kishim edhe disa gjysmë raste deri në fund ku mund ta bëjmë 2-0 dhe të kvalifikohemi më tutje. Mendoj se ishmi të orientuar të bëjmë një fitore në Euro 2016. Po mirë, s'ke ato edhe 2-0 ta kishte bërë Shqipëria, si ishte garant që dhe të vazhdojsh më Nuk ishte moment kallëzon që... U desh kemi i pritën edhe si ishte garant, po fitoria ke vendin e parë që 3 pikë më marë më ndëj. Zotë Mehmeti, kush nga këto seleksionet tash i shohim veçmo është gjithçka e pastër, kush nga këto seleksionet do thot ju ka befasuar për të mirë? Kush ka tregu do thot futboll më cilësor? Unë mendoj se Kroacia ka tregu futboll më si me i pak shumë me emra, edhe mendoj se klubet më të fuqishme të Evropës luajnë, trenerin se di vetëm kësë parjerë këtë kampionat e ndigjoj, e shoh vetëm lojtarët që luajnë reprezentacionin e Kroacisë, mendoj se ato janë për mua favorit numër 1, sigur që Franca, Anglia, Italia këtu, Spanja. Kemi pritë shumë prej Zvicrës edhe prej Portugalisë. Mirë po disi më të zbekta më duket, edhe pse kanë siguru kvalifikimin. Po mirë, Portugalia kështu me emër ka futboll, po diçka çdo kampionat, që këto kampionat të fundit s'mundet ketë me vështirë garat. Mendoj se s'është në atë nivelin këto këto. Shkak se 3 ndeshje, 3 barazime kishte disi me një kam shkoj ta themi ashtu simbolikisht. Me një kam po mirë, edhe grupi aty ne ke fuqishme, po mendoj se sa ta dhonën shumë vështirë është këto lojtarë portugalisht ka luajnë Francë, Gjermani, se deri fillimin e kampionatit kanë luajtur ndeshje, garat Liga Kampionë, finalen Kupën e UEFA-s, krejt kanë luajtur edhe shumë vështirë është edhe ky kampionati evropian për ato, po vetëm kush është më i qetë, më i përgatitur dhe vazhdon se shumë vështirë. Seleksionet e vogla i shohim këtu, Islandën i kemi, Walesin, 2 Irlandat i kemi të Veriut, edhe këto disi na kanë befasuar duket. Unë Islanda për mua s'ka befasim, se Islanda, sikur që e dini, krejt futbollistët aty luajnë në Angli, krejt to kampionatet e fuqishme, dhe mendoj që 300 diçka mi banorësh Islanda, po 330.000 banori kishte. Edhe kampionatin evropian që janë të luajtur, që vite ketë konë në nivel aty të lartë, se edhe ne kemi luajtur kundër Islandës, edhe aty është, edhe s'është befasi për mua që Islanda është, se çdo herë në grupet aty konë, i ditë, i tretë, i ketë për pak su kvalifikoheshin, po që tash mendoj se Islanda e ka një ekip stabil ashtu. S'do, me thonë, në terin fund ka me shku, po aty ka me bo probleme në çdo reprezentacion. Në gjatë, ku i patë seleksionet, kush befasoj për të mirë, kush për të keqe? Belgjika nuk dha efektin cilët e pritshim. Unë e thash edhe më parë se opinioni gjithmonë potenconte se kandidatët për titull janë normal, Gjermania, Italia, Spanja, por gjithmonë në plan të ditë e linjën reprezentacionin e Kroacisë, ku unë isha në një emision në Alsat atje edhe potencova se për mu favorit nëmër 1, favorit për të hinat gjysmë finalit, tash nuk i dhja do të jetë edhe kampion e Evrope, por do të jetë një ndër kombëtarët të cilët do të bëjnë rezultate. Gjithë po qëndromi te Kroacia, paraqitjet e mira në fazën e grupeve nuk do të thotë që do të luajnë mirë edhe në... Nuk është garancion ajo asnjëherë. Themi se në faza në grupe kanë luajtur shumë reprezentacione mirë, kanë luajtur, por nuk ja këtu në këtë Euro 2016 nuk u tregua ajo. Po këtu ka kalkulime shumë ka. Për shembull, kombëtarët të cilat kanë fond të lojtarëve më të madh, lojtarë të kvalitet, po mendoj në atë. Ata bëjnë kombinacione dhe sigurisht planifikojnë se si të kalohet faza e parë, po pastaj në fazën e dytë, dhe gjithë ato bëhen plane ku me të vërtetë ato të gjithë futbollistë të shfrytëzohen gjatë këtij turniri. Kurse reprezentacionet që kanë më pak kvalitet, le futbollistë
me kvalitet të lartë, ato do të kenë më vështirë. Si përmendet këto reprezentacionet të eshallonit të dytë, si Islanda, Irlanda 1, Irlanda 2, atje dhe Velsi, ku ato suksesi i tyre është mjaft i madh që tash kalojnë në fazën e dytë në eliminime. Dhe ata mendoj se mund të mbarojnë në këtë fazë, mund të mbarojnë. Edhe pse nuk është çudi reprezentacioni i Islandës, ku me të vërtet habit me një taktik, me një përgatitje psiqike, fizike, përqendrim maksimal, e dinë se çka kërkojnë, luajnë ato qëllimet e veta i kanë dhe me të vërtetë kanë arritur rezultate të mira, po kthehemi më parë se edhe në fazën grupe, kvalifikim për Euro kanë luajtur maksimalisht, kanë dhënë një kvalitet të lartë të lojës, ku e dim se Turqinë atje një herë ose dy herë me Çeshkën, me atë faktikisht tregon se ka kapacitet, mund të bënte si Greqia e ditë, që nuk është çudi. Befasi e madhe. Dhe duhet të presim në këtë fazë futboll interesant, ku e përmendet Portugali pajtohet me në shkon se çdo kampionat edhe në fazën grupe atje mundohet çdo herë me 1-0 pa humbi prej Shqipërisë atje, po mundohet për kvalifikim. Faktikisht ka 2-3 lojtarë individual ku bëjnë pak... Ndjehet dhe kriza e rezultateve? Ndjehet kriza e rezultateve, po mendoj se kanë problem pak me atë lojën në defanziv, ku gjithmonë pranojnë ato gollat shumë lehtë pranohen, dhe kur pranon një gol shumë lehtë vështirë ktheheni, ja e pam edhe dje se 3 gollat e Hungarisë ishin problemi defanzivës, kështu që shumë lehtë ju vihet ajo vija e fundit atje dhe bëhet problem. Kurse për këto reprezentacione tjera, Gjermania është ati ngelet si favorit numër 1 për të marrë vendin e parë. Italia befason me lojën e tyre, edhe pse nuk çuditemi se Italia gjithmonë ashtu fillon si jo favorit prej hijes fillon, por në fund mund të vijë deri në fund, deri në finale. Franca gjithashtu. Franca është një ndër reprezentacione që me të vërtet, por Anglia si e pat? Anglia mendoj se prej herëve tjera tash është pak më mirë, por nuk e shoh si një farë konkurrenti për gjysmën finale, atje për ato 4 top ekipat që do të jenë në fazën e eliminatore. Në çka kush do të befason sipas jush? Po mirë, ati Islanda është, unë e mendoj se këtu finalen e gjithë finalen ati Kroacia pretendenti madh për mua është, që dhe duke ka fundi, po këto sikur që asi këto reprezentacionet Belgjika mundet ati që krejt ma shumë priqin për Belgjikës në grupe, po mendoj se edhe Belgjika është ati që ka lojtarë në nivel të naltë, po këto favoritet apet fund dhe ta fjallën dhe ta bëjnë edhe mendoj se ato Gjermania sigur që edhe Anglia është ati në atë grupë që deri në fund dhe të vazhdojnë. Mund të priten ato befasi. Në gjatë t'i kthehemi pak futbollit këtu në vendor, dhe thot, kvalifikimi i Shqipërisë në kampionat evropian, si ndikon do thot për këto shtetet e rajonit, do t'jep një impuls plus për shkak se tashmë fillojnë edhe kvalifikimet për kampionatin botror, jemi në një grup, do thot edhe Maqedonia tashmë Shqipërinë, si ka ndiku ky kvalifikim tek vendet e rajonit? Po sigurisht se ndikon pozitivisht dhe jep motivacion për rajonin, për gjithë rajonin, se me të vërtetë kjo është sukses për gjithë rajonin, se këtu është një pjesë e vogël ku mund të luni edhe në Shqipëni edhe në Bullgari. Dhe me të vërtetë ka qenë një moment motivacion i madh për, të themi konkret edhe për reprezentacionin tonë në Maqedoni, ku do të ishim të kënaqur ndërse më tutje ja fillon edhe këto kvalifikime që përmendet për botrorin. Mendoj se kjo nuk ka ardhur rastësisht që kombëtarja e Shqipërisë, janë bërë shumë gjëra, janë investuar, është punuar mjaft, me vite të angazhim. Me vite, ja 5 vite është Debiazi në bankinën e kombëtarës, se me të vërtetë është punuar me një strategji e cila ja ka përfunduar me një happy end, që thonë. Dhe të gjithë rajoni duhet të merr pak faktikisht të merr këto si një farë lloj
praktike të bëje, që të shohë se si ka arritur Shqipëria deri këtu, të marrim pak mësim nga kjo kombëtare, cila me të vërtetë them se me një fond të futbollistëve të cilët nuk përveç disa lojtarëve që luajnë në klube të famshme, këto të tjerët janë në klube mesatare dhe është bërë një strategji si duhet dhe është bërë një arritje e madhe për kombëtarën e Shqipërisë. Kështu që duhet të vazhdohet të punohet në atë aspekt, në atë mënyrë dhe të arrihet tek rezultatet. Në çka kvalifikimet për kampionatin botror, Shqipëria, Maqedonia, me një grup Italia, Spanja, gjithashtu. Mirë, që ta Shqipëria të ta kese ma vështirë, se që ta Shqipëria që kone e para 2 vjetëve që ta është ndryshë është në kampionat evropiane. E si cili ka me po me si të ndryshme, që ta është ma i pregadit ka me konu, që ta është obligimi ma i math është se në Shqipëri. Edhe mendoj se... Apetitet jenë mendon që jenë drejta? Ma i math, obligime dhe shumë punë të unë me bo që ta është. Që ma arritën apet në i kampionat evropian, ja kampionat evropian, që ta është obligimi është shumë ma i math. Mendoni që të ketë kontinuitet? Kontinuitet ndaj federatës, ndaj futbolistëve dhe mendoj se shumë ma shumë me punu obligimet më të mëdha janë edhe se Shqipëria po mirë ka potencial lojtarëve që luajnë për në Evropë edhe shumë punime. Unë e di që vetëm Redi Jupi, kur ishte direktor për 1 muajve 20 ditë në Evropë, vetëm shifke futboliste kush ka luajnë qishe dhe arritën që rezultate arritën që të është kampionatin evropian. Që ashtu për 1 ditë zbanët kjo, për 1 muaj nuk banët. Edhe shumë punë edhe për fatë keq, në Maqedoni vetëm a ndërkina me pak. Ne shpresojmë që të bëhet realitet gjithë kjo, si për ne, si për Kosovën, gjithashtu edhe për rajonin kemi seleksione. Është një burim, do thot, i futbolistëve që dalin prej Ballkanit. Shpresojmë që të na bëhet kjo realitet. Tash i kemi edhe inkuadrimin e Kosovës, gjithashtu në kualifikime. Shpresojmë që të jetë për gjitha kombëtarët një shembull i mirë. Po rrugë e mirë është kjo vetëm që na tregoj Shqipëria që mundet mu shku me lujt garët evropiane, mu kualifiku. Gjithçka është e mundur. Po mundet që Shqipëria qish, s'pare mundet edhe Maqedonia, mundet edhe Kosova. Edhe Malizi ishte afër atë kampionatin e Evropës. Afër, 700.000 banor, Malizi, po vetëm do gabime federata që i bënë trenerin pse ndruan atë Kranqarin edhe su kualifikuar. Edhe Bosnia kishte edhe Bosnia kishte që Bosnia luajti kampionatin botëror krejt. Edhe Slovenia konë që ne ndeshjen e parë me Sloveninë qish i fituan, po krejt organizimi edhe puna e rezultatet. Se ki vend e talentet sportit ka. Çdo sporti ka, edhe futbolli, po edhe puna edhe realizimi është shumë vendin e parë dhe sukses dhe të kesë. Patjetër. Atëherë, zotëri Mehmeti, zotëri Shabani, ju falenderoj nga zemra që erdhët pikëpari vizituar, do thotë redaksin Gjuhën Shqipe këtu në televizionin Nova, ishit mysafir të studios së hapur për ta analizuar kampionatin botror dhe reprezentacionin e kombëtarëve shqiptarë. Ne shpresojmë që nuk do të jetë ky takimi jon i fundit, për shkak se kampionati vazhdon deri në fund, padyshim që do të jemi të përshëndruar gjithë ka Franca 2016. Unë ju falenderoj edhe një herë, ndërsa juve shikues të nderuar, takim të radhës ju lidhet të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.